kohë për të vijuar me atë që Softa tha, që a ka diçka, apo për atë që dhe ti the, a ka ndonjë indicje që mund të jetë gjallë, apo ka ndonjë të dhënë, realisht, për të gjitha atyreve që janë folur patjetër publikisht, mua deklarata dhe bindja e babait të Ervis Martinajt sigurisht që më ngreti pyetje të mëdha që diçka ky di, pra kur thotë që unë jam babai, do thotë që ai diçka di. Po pra, për këtë flasim që a mund të themi që kemi gjurmë apo jo, Softa? Atëherë, se kjo është deklaratë shumë e fortë babai. Nuk kemi ende një element, për shembull, ne themi është zhdukur, person i zhdukur. I zhdukur, i vetë zhdukur, është person i rrëmbyer, sepse themi ka element rrëmbimi, po element rrëmbimi nuk ka indicje, për shembull për treguar që kemi rrëmbim. Po politika? Ka ndonjë element politik në ngjyrim të tillë? Ka element të politikës, sepse shpeshherë sa herë që diskutohet për të, diskutohet dhe elementi i bindjeve apo çfarë ishte ai majt apo i djathtë. Pra futet politika, sepse grupet dhe njerëz të cilët kanë qenë fortë dhe me financa kanë pasur ndikime në zona sepse kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Dhe pra që kohë sa futet politika dhe preken këto interese, patjetër dhe politika mund të preket me persona apo me individ të cilët mund të kenë peshë politike.